Të shpallur në kërkim pas përplasjeve të dhunshme me policin më 28 shkurt 11 banor të Rjollit ju drejtuan policisë së Shkodrës, ku edhe u vetë dorëzuan. Për avokatin e tyre Ndue Pietra, ky akt tregon se banorët nuk u druhen autoriteteve, pasi siç thot ai, toka ku Bashkimi Ulaj po ndërton resortin është e tyre. Atëherë pra, siç e kuptoni që qëllimi kryesor i këtyre është që të mundohen në çdo kusht që mos protestojnë ta persona. Ta persona pra nuk kanë frikë askërkën, se kanë tokën e vet, pronën e vet dhe nuk e kanë problem fare të vinë policit, përballë me policinë, me ata bandat e tokave me radhë. Pra, ardhja sot është për t'i treguar që edhe një herë atyre që jemi në tokat tona dhe jemi në punën tonë. Ata janë që vinë në pronat tona, pavarësisht të dokumentave që ata përdorin të falsifikuar, sepse ky shtet ja u ka falsifikuar, se ata dinë shumë mirë. Ka pas disa përplasje, përleshje, po edhe këta nuk kanë dieni se vetëm marë, ata rrezik mund t'i bishin edhe njëri tjetrit, jo ma objekteve. Dhe për ta largu një gjë që nuk është humoristike, po për ta largu fadromen ose një mjet nga toka atyne, ky mekanizëm është se fadromen aq madhe nuk e largojnë. Do të thejnë xhamin, do i heqin rrotën, do ta nxjerrin copa për liru tokën e tyre. Kaç kemi për ta. Pra ta një vetë dorëzim po them marrë vjetën. Po, kanë ardhur vetë tu, kanë marrë policinë, kanë thonë zotërinë, a ke shpallur kërkim, jemi ne që vim këtu, na thuj çfarë kërkon prej nesh edhe kaç. Çfarë do ndodh me protestat? Protestat do vazhdojnë edhe me të tjerë patjetër, por edhe këta, edhe gjithë Shqipëria mendoj që duhet solidarizohet për këtë situatë, sepse një situatë që nesër do i bin kokë secilit.